Kapitulli 14. Kërkoni që të fitoni dashurinë dhe dëshironi me zell dhuntit shpirtërore, sidomos atë të profecisë. Ai që flet gjuhë të panjohur nuk flet me njerëzit, por me Perëndin, sepse askush nuk e kupton. Me fuqinë e shpirtit të shenjtë ai thot gjëra të fshehta. Ndërsa ai që profetizon u flet njerëzve me fjalë që rrisin shpirtërisht, nxisin dhe ngushëllojnë. Ai që flet gjuhë të panjohur ndihmon veten për të rritur në besim, ndërsa ai që profetizon ndihmon kishën për të rritur në besim. Do të doja që të gjithë ju të flisnit gjuhë të panjohura, por më shumë do të doja të profetizonit. Ai që profetizon është më i madh se ai që flet gjuhë të panjohura, vetëm nëse ky e shpjegon gjuhën që flet, që kjo të shërbej për rritjen shpirtërore të kishës. Nëse vi tek ju o vëllezër duke folur në gjuhë të panjohura, çfarë dobie do të keni nëse nuk ju flas për ndonjë zbulesë, njohuri, profeci apo mësim? Nëse veglat muzikore që nuk kanë shpirt, qoftë fyelli, qoftë qestja, nuk japin tinguj të qartë, si do të dallohet melodia e fyellit nga e qestes? Nëse trumbeta nuk lëshon tingull të qartë, kush do të bëj gati për betejë? Po ashtu edhe ju, nëse flisni fjalë të pakuptueshme, kush do t'i kuptonte fjalët tuaja? Ato do të ishin fjalë në erë. Në botë ka larmi gjuhësh, por asnjëra nuk është pa kuptim. Nëse nuk e kuptoj gjuhën që më flasin, do t'jemi huaj për atë që më flet, dhe ai do t'jeti huaj për mua. Kështu edhe ju, me që dëshironi shumë të keni dhunti shpirtërore, kërkoni që t'i keni me tepri për rritjen shpirtërore të kishës. Prandaj, ai që flet gjuhë të panjohur, të lutet që të marrë edhe dhuntin për të shpjeguar. Nëse lutem në gjuhë të panjohur, shpirti im lutet, por mendja ime nuk bashkëvepron. Çfarë të bëj atëre? Do të lutem me shpirt, por do të lutem edhe me mendje. Do të këndoj himne me shpirt, por do të këndoj edhe me mendje. Sepse nëse ti e bekon Perëndin me shpirt, si do t'i përgjigjet amen falënderimit tënd dëgjuesi i thjesht i bashkësisë, përderisa nuk i kupton ato që thua. Ti mund të bësh një lutje të bukur falënderimi, por tjetri nuk rritet në besim. E falenderoj Perëndin, sepse flas më shumë gjuhë të panjohura se të gjithë ju, por në kish dua të them 5 fjalë që kuptohen, që të tjerët të mësojnë më mirë, sesa 10.000 fjalë në një gjuhë të panjohur. Vëllezër, mos u bëni si fëmijë nga mendja. Jini si foshnja para së keqes, por të pjekur nga mendja. Në ligjin e Mojsiut është shkruar: këtij populli do t'i flas me njerëz që flasin gjuhë të tjera dhe me gojën e të huajve, por as kështu nuk do të më dëgjojnë, thot Zoti. Prandaj gjuhët nuk janë shenjë për ata që besojnë, por për ata që nuk besojnë, ndërsa profecia nuk është për ata që nuk besojnë, por për ata që besojnë. Nëse mblidhet kisha në një vend dhe të gjithë flasin gjuhë të panjohura, dhe po të hyjnë njerëz që nuk dinë ose që nuk besojnë, a nuk do të thonë se jeni marrosur? Por nëse të gjithë do të profetizojnë dhe të hyjnë ndonjë që nuk beson apo nuk di, atëre ai do të ndihet i qortuar dhe i dënuar nga ato që dëgjon. Të fshehtat e zemrës së tij do të shfaqen dhe duke rënë me fytyrë për dhe, do të adhurojë Perëndin dhe do të thotë: Perëndia është me të vërtetë mes jush. Çfarë duhet bërë atëre o vëllezër? Kur të mblidheni së bashku, dikush mund të këndojë një himn, dikush mund të japë një mësim, dikush mund të ketë një zbulesë, dikush një gjuhë të panjohur dhe dikush një shpjegim të gjuhës. Të gjitha le të bëhen për rritjen shpirtërore të kishës. Nëse dikush dëshiron të flasë në gjuhë të panjohur, le të flasin 2 ose shumëta 3 veta, njëri pas tjetrit dhe njëri të shpjegojë. Po të mos ketë ndonjë që mund të shpjegojë, atëra ai që flet në gjuhë të panjohur të hesht në kishë dhe të flasë me veten dhe me Perëndin. Nga profetët të flasin 2 ose 3, ndërsa të tjerët të gjykojnë ato që thuhen.
por nëse ndonjëri nga ata që rrin ulur ka ndonjë zbules, atëre ai që është duke folur, le të heshtë. Një nga një të gjithë mund të profetizoni, që të mësojnë dhe të marrin zemër të gjithë. Profetët duhet ta zotrojnë mirë dhuntin që u është dhënë, sepse Perëndia nuk është Perëndi trazirash, por paqeje. Ashtu siç ndodh në të gjitha kishat e besimtarëve të krishterë, gratë le të heshtin në kishë. Atyre nuk u lejohet të flasin, por duhet të nënshtrohen siç thot ligji i Mojsiut. Nëse duan të mësojnë ndonjë gjë, le të pyesin burrat e tyre në shtëpi, sepse është turp për gruan të flasë në kishë. A thua doli nga ju fjala e Perëndisë apo mbriti vetëm te ju? Nëse ndokush mendon se është profet apo njeri shpirtëror, ai duhet të kuptojë se këto që ju shkruaj janë urdhërime të Zotit. Kush nuk i pranon, të mos pranohet. Kështu, vëllezërit e mi, kërkoni më shumë të profetizoni, por mos ndaloni të flitet në gjuhë të panjohura. Gjithçka të bëhet siç ka hije dhe me rregull.